jemi te ura që nuk ekziston, te ura Baçallekut, që u premtu që do të ishte gati në muajin e ardhshëm. U premtu nga ish Ministra e Energjetikës, u premtu nga kryebashkiaku i Shkodrës. Kjo urë nuk ekziston dhe nuk do të realizohet për vitin 2026. Jam këtu me Emel Cokolin, urbanist, dhe me inxhinier Besnik Dervishin, drejtori i departamentit të transportit në Partinë Demokratike. Jena këtu në hyrjen e Shkodrës, tek bulevardi ose të hyrja e Shkodrës, 1.8 km, 10 milion euro, që përfshin edhe urën që u pretendu ose u premtu që do të bëhet në qershor, pra mas i muajit për Shkodran, e cila nuk u realizu për arsye subjektive dhe kena edhe 3 rrethollime. 3 rrethollime të cilat jo vetëm nuk do ta shkarkojnë trafikun, po do ta ngarkojnë edhe më shumë. Më në detaje do flas Imeldi edhe inxhinier Besniku se si ky investim është investim i gabuar për Shkodrën dhe si bëhen investime pa planifikim edhe jo në favor ose në shërbim të qytetarëve të Shkodrës. A meritojnë Shkodranët të trajtohen këtë mënyrë, sepse janë taksat e shkodranëve, janë taksat e shqiptarëve. Ashtu siç u tha dhe nga bashkëfolësit, ky investim i realizuar në hyrje të qytetit të Shkodrës në lagjen Baçallek, jo vetëm nuk i shërben qytetarëve, por vështirëson jetën e përditshme të tyre, sidomos të bizneseve dhe komunikimin e dyanshëm të rrugëve. Por a është ky është investimi që i duhet Shkodrës? Ky është investimi që zhbllokon trafikun për në Shkodër dhe për mëtej? Jo, Shkodra meriton më shumë. Shkodra si kryeqendra e Veriut, së bashku me Veriun, këto 13 vite është parë si e njerëkës. Jo vetëm është parë si e njerëkës, por nuk ka pasur investime në infrastrukturë. Sot trafiku për qytetin e Shkodrës është mbytës për gjithë Veriun. Trafiku fillon në Lezhë dhe deri në kufi, qoftë në Muriqan, qoftë në Han të Hotit, ai është problematik gjatë gjithë verës, si për qytetarët e Shkodrës, si për mallat, ashtu dhe për turistët të cilët ne pretendojmë që i kemi çuar në 12 milion. Shkodra ka nevojë për bypassin lindor. Në projektet e mëparshme të Bashkisë së Shkodrës ka qenë parashikuar që të bëhet bypassi lindor dhe ai të përcjell gjithë trafikun për të Han të Hotit. Zgjidhja definitive është autostrada nga Shkodra të lidhet me Milotin dhe të vazhdoj në drejtim të Hanit të Hotit. Por kjo qeveri nuk i bën investimet për të shërbyer qytetarëve, kjo qeveri nuk i bën investimet që taksat e qytetarëve të shkojnë në ekonominë e tyre, por i orienton tek klientët e saj me çmimet 4 deri 5 fish nga ato që ka bërë qeveria demokratike dhe nga ato që bën sot komuniteti evropian. Shembujt janë të shumtë, i kemi thënë her pas here, po sot është momenti që të themi nuk mjafton për Shkodrën, nuk gënjen shkodranët me një asfalt propagandistik. Siç konstatojmë, jemi në hyrjen e qytetit Shkodrës, siç tha edhe deputeti Klit Hodi, ku ky investim i bërë nga qeveria shqiptare konstaton në rritjen me 2 korsi, pra në dublimin e kësaj rruge hyrëse të qytetit Shkodrës, por realisht a duhet ta jap efektin pozitiv të zhbllokimit të trafikut kjo lloj zgjidhje teknike? Unë mendoj në pikpamjen edhe të ekspertit për sa i përket çështjeve urbane që kjo rrugë do ta ashpërsoj, kjo zgjidhje teknike do ta ashpërsoj problemin e trafikut në qytetin e Shkodrës, duke spostuar nga rrethrotullimi i Kishës Zojës në bllokimin tashmë të rrethrotullimit të harkut të Bërticës. Pra, problemi do shmanget nga një pikë, do të shkojë tek pika tjetër. Ajo që duhet themi është në kundërshti të plot me planin e lëvizshmërisë që në fakt bashkia ka miratu vetë, me qasjen dhe parimet që kanë për të dhënë prioritet lëvizjes në këmbë apo lëvizjes biçikletave apo koordinimit për sa i përket lëvizjes së transportit publik. Dhe kjo mos koordinancë, mund të themi, e zhvillimit të këtij projekti vjen edhe si pasojë e mangësisë së lejes së ndërtimit nga Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Ujërave apo edhe koordinimit me projekte tjera, siç është edhe projekti për ujësjellës kanalizimet e zonës së Baçallekut, i cili nuk duket në horizont, pra do të rezultojë në hapjen e kësaj rruge për shtrimin e tubacionit të ujësjellës kanalizimeve në këtë lagje, po ashtu sjell dhe një efekt negativ shumë të madh në biznesin dhe në komunitetin e lagjes Baçallekut, sepse bëhet pengesë në aksesin e 2 anëve të lagjes. Gjë që duhet ishte menduar më mirë dhe në këtë rast ne mund të themi që kemi dështuar që t'i japim një bulevard hyrës qytetit Shkodrës duke bashkangjitur edhe interesat e lagjes.
Është Ura dash mu bëhet para se ti. Ne me bën rrugën Është banurin vërtet. herë. Banë edhe kryqëzimin atje me imi kalimën në kalim, edhe na bën këtë rrugën. Kjo është po nuk pat me kapat Alex çdo me bën si tana punë si bën ta vërtet. Banurin herë hap rrugën. Ti bën, e ke bën rrugën ski ur ku me kalu. Rruga me kalim. Si mjet shkodon pep kanë me në trafik. Njësaj mozi. Pra, kanë me bëj këtë rrugë më shpejt, edhe kanë me shku me në trafik. Një Po një rrugë për trotuari është për asfaltit, që është të sej. S'ka ku me kalu. Jo ma uji, po hyp makina po afrezorit. Hyp makina po në lukur gja. Mirë se aty, unë ka po makinë të hypa dhe për me atë jetu zjadë atje në rrugë Durrësit. Të shku shanë shumë.